Do fitoj pa balotazh Suedi sonte të futboll. Okej. Ramizi për s'ka thënë. Kush humbi? Dhe kush humbi është Dadaroz. krahasuar me Dadaroz hupin e Drenas për Partia Demokratike kundër Ramiz Ladrovçit, është shumë interesant, kam thonë që është shëndet për demokracinë që qytetarët e Drenasit janë emancipu që e kanë votuar një kryetar të cilin nuk e kanë mbështetur partia vet. Kjo është për mua senzacionale, por edhe është ngritje vetëdijës së qytetarëve, dëshiroj që kjo të jetë shembull edhe nëpër komuna tjera. Për shembull, sa më shumë kryetar të pavarur nëpër Kosovë, aq më e vogël është, si më thonë, pushteti i partive politike kundrejt qytetarëve. Ato që e tha Zeqiri, sjellja demokratike e qytetarëve të Kosovës është një shembull për rajonin dhe Sovrani është briljant sa i përket ditës së zgjedhjeve, por për zgjedhjeve dhe krahasuar me lëvizjen vetëvendosje që ka pas 42% në 9 shkurt 2025, pra jo shumë muaj, nga 70 muaj nga ajo datë, humbse në nivel të Republikës mund të jetë lëvizja vetëvendosje për arsye se nuk siguroi shumë komuna, 3 fitoj pa balotazh, po të janë Kamenicën, Podujeven, më duket edhe Gjilanin e Hupi e çojnë në balotazh. Nuk është fituese për partinë më të madhe që e kanë votuar qytetarët në zgjedhjet qendrore dhe është një, si më thonë, një ekuilibër i vullnetit politik, pra që është i barabartë me rendin tonë kushtetues që partitë politike edhe në nivel të asambleve komunale, por edhe në nivel qendror detyrohen të bashkëpunojnë njëra me tjetrën. Pra kjo është një mesazh apo një selam i Sovranit që partitë politike nuk janë mbi njëra tjetrën dhe duhet bashkëpunojnë edhe për ta konstituar kuvendin e qeverisë.